Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fund të kësaj bote. Vazhdojmë me temën e 9 të misionit ton të ecësh me gjurmët profetike, e cila ka të bëjë me mëshirën e madhe të Allahut azza wa jall. Allahu ka quajtur veten e tij në Kur'anin e Kerim Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesi, mëshirëploti, ose mëshirbërësi. Në ajetin kuranor, Zoti thot në Kur'anin e Kerim surat Al-Araf, wa rahmeti wasi'at kulli shay, dhe rahmeti im, mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Në ajetin tjetër të surës Araf, Allahu thot, wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin, Zoti ynë na fut në rahmetin, në mëshirën tënde, dhe sepse ti, pra ti je mëshiruesi i mëshiruesve. Arhamur rahimin, mëshiruesi i mëshiruesve, pra nuk ka mëshirues më të madh se mëshira jote. Në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ja'ala Allahu rahmata fi 100 juz'in. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka bërë mëshirën e tij 100 pjesë. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an. I ka mbajtur ke vetja e tij 99 mëshira, ose 99 pjesë të mëshirës së tij. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dhe ka zbritur në tokë një pjesë prej mëshirës së tij, vetëm një të vetme. Faman dhalik al-juz'u yatarahamu al-khalqu hatta tarfa'u al-farasu hafiraha an waladiha khashyatan an tusibahu. Pra, Allahu azza wa jall, nga 99 mëshirat e tij, një e ka zbritur në tokë, dhe me këtë një, thot, mëshirojnë krijesat njëra tjetrën, derisa dhe kali e ngre këmbën e tij se mos e godet vogëlushin e saj, pra se mos e godet nga frika se mos e godet vogëlushin e saj. Hadithin e transmeton Buhari dhe Muslimi. Në hadithin tjetër që në transmetimin tjetër thot, falau ya'lamu al-kafiru, sikur ta dinte ju besimtari, ai i cili humb shpresën faktikisht nga mëshira e Zotit, bi kulli alladhi inda Allahi min ar-rahma lam yay'as min al-jannah, sikur ta dinte ju besimtari se sa shumë mëshira ka Allahu azza wa jall, nuk do ta humbte shpresën kurrë nga xheneti i Zotit. Walau ya'lam al-mu'minu bi kulli alladhi inda Allah min al-'adhab, dhe sikur ta dinte besimtari se sa lloje, sa shumë dëshkime ka Allahu azza wa jall, lam ya'man min an-nar, kur nuk do të sigurohej nga zjarri i xhenemit. Pra, ky hadith tregon që njerëzit nuk duhet ta humbin shpresën nga rahmeti i Allahut subhanahu wa taala, por kjo nuk do të thotë që ata ta lëshojnë veten e tyre në gjunahe, sepse Allahu ka dhe ashtu, po ashtu ka dhe lloje dhe shumë lloje ndëshkimesh. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit. Në hadithin e Abu Hurairës, pejgamberi sa ka thënë, qala Rasulullah, lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala i krijoi krijesat e tij, shkruaj ti në librin e tij, fa huwa indahu fawqa al-'arshi, bi 'arshin e tij, inna rahmati ghalabat qadabi. Me të vërtet mëshira ime e ka mbizotruar pra zemrimin tim, ose e ka paraprir në hadithin tjetër, transmetimin tjetër, zemrimin tim. Në hadithin tjetër të pejgamberit sa në hadithin e Buhari's, an Abi Hurairah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati, u qua një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, wa qumna ma'hu, dhe u quam ne me atë për të falur. Fa qala arabiyun wa huwa fi as-salat, dhe qohet një arab, prej arabëve të shkretirës, në namaz, dhe thot, Allahumma arhamni wa Muhammadan, o Zot më mëshiro mua dhe Muhammedin, wa la tarham ma'ana ahadan, dhe mos mëshiro askën tjetër përveç ne dyve. Falamma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam majtas dhe djatës namazin e tij, i thot arabiut, laqad hajarta wasi'an, ngushtove diçka që është shumë e gjerë, pra ngushtove mëshirën e Zotit. Mëshira e Zotit është shumë e gjerë, pra nuk të takon ty të thuash më mëshiro mua dhe Muhamedit dhe askën tjetër, sepse mëshira e Allahut është shumë, pra është shumë e gjerë. Pra për këtë arsye e qortoi pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu qal, marra an-nabiy sallallahu fi nafarin min ashabi, një ditë po ecte pejgamberi sallallahu me një grup prej shokëve të tij, wa sabiyun fi at-tariq, dhe një fëmijë vogël në rrugë,
dhe pa një fëmijë të vogël në rrugë, falamma ra'athu ummuhu al-qawm khashiyat, dhe kur e pa nëna e tij dhe karavanin që po vinte, u friksua për fëmijën e saj, se mos e shkelte karvani me kuaj dhe deve, fa aqbalat tas'a wa taqul, dhe filloi të nxitante me radhë, thoshte djali im, pra nga frika dhe meraku për fëmijën e saj. Wa sa'at fa akhadhathu, dhe nxitoi dhe kapi më njëherë dhe mori krah fëmijën e saj. Fa qala al-qawm, tha populli, pra shokët e profetit, se ja Rasulullah, ma kanat hadhi litulqiya ibnaha fi an-nar. I than shokët e vet, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja dërguari i Zotit, kjo grua kur nuk do ta hidhte djalin e saj në zjarr. Fa khafadathum an-nabi sallallahu alajhi wasallam fa qal, dhe uli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sahabët dhe gjithë njerëzit që ishin pranë, dhe tha wallah, pashallah, kur la yulqa habibahu fi an-nar, Allahu nuk e hedh dashurin e tij në zjarrin e xhenemit. Pra shikoni se sa e madhe është mëshira e Zotit subhanahu wa taala me robët e tij, me besimtarët e tij, me njerëzit në përgjithësi dhe krijesat e tij. Prandaj jemi ne ata njerëz të cilët e ngushtojmë rahmetin e Zotit, nuk kemi mëshirë për njëri tjetrin, nuk kemi kujdes për njëri tjetrin, nuk kemi respekt për njëri tjetrin, nuk e mëshirojmë të voglin ton, nuk e mëshirojmë të madhin ton, nuk e respektojmë atë. Prandaj vëllezër e motra, nëse mëshira e Allahut është kaq e gjerë dhe ka përfshirë gjithë, kush jemi ne që ta ngushtojmë atë? Prandaj duhet jemi të kujdesshëm kur flasim dhe kur sillemi me njerëzit, qofshin ata të mëdhenj apo të vegjël apo krijesat e gjallësat e Zotit subhanahu wa taala, të mos i dëmtojmë ato padrejtisht. Në hadithin tjetër të Abu Hurajras, thot pejgamberi sa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lillahi miyatu rahmatin, Allahu ka 100 mëshira, wa innahu qasama rahmatan wahidatan bayna ahli al-ardi fa wasi'athum ila ajalihim. Pra Allahu ka 100 mëshira. Dhe çfarë? I ndau ato, një prej tyre e ndau për gjithë banorët e tokës. Dhe i dha kohën gjithë secilës në xhelin e saj. Yani wasi'athum ila ajalin, pra e shpërndau rahmetin e tij deri në momentin e xhelit të vdekjes tek Allahu subhanahu wa taala. Wa dhakhara 99 rahmatan li awliyaihi, dhe i ruajti 99 mëshira për të dashurit e tij besimtarët. Wallahi qabidun tilka ar-rahma allati qasama bayna ahli al-ard, dhe Allahu është ai i cili do ta ngrejë, ka në dorë atë mëshirë e cilën e ndau midis banorëve të tokës. Ila 99, në 99 për tyre, fa yukmiluha 100 rahmatin li awliyahi yawm al-qiyamah, dhe do të plotësojë ato 100 mëshira në ditën e Kiametit. Pra kuptimi i hadithit është që Zoti një mëshirë e zbriti në tokë. Një mëshirë e zbriti në tokë. Dhe me to bëjnë rahmet gjitha krijesat e Zotit subhanahu wa taala deri në momentin që vjen xheli i tyre, momenti i vdekjes. Kurse 99 tjera i kishte ruajtur Allahu subhanahu wa taala për robët e tij në ditën e Kiametit. Dhe ai ka në dorë ato, prandaj ai do të shpërndajë ato për robët e tij ditën e Kiametit, do të plotësojë 100 mëshira. Njëra në tokë, 99 prej tyre në ditën e Kiametit. Allahu na ruajt në zjarrin e xhenemit. Në hadithin tjetër të Abi Talha al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Thot në hadithin e Abi Talhas, kush thot se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin veç Allahut, hyn në xhenet pra. Wa wajabat lahu al-jannatu, dha ka obligim xhenetin, ka hak xhenetin. Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'atan, dhe kush thot i pastër qoftë Allahu, i patmeta është ai, atij foton falënderimet, pra 100 herë, kataba Allahu lahu 1000 hasanatin wa 24 hasana. Allahu i shkruan atë 1024 të mira. Qalu ya Rasulullah, i than, o i dërguari i Zotit, idhan la yuhliku minna ahad, kështu i bie që askush prej nesh mos shkatërrohet kur, pra nëse e thot të dua dhe këtë përkujtim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala bala in ahadakum la yaji'u bil hasanati law wudi'at ala jabalin athqalathu. Sigurisht dikush për jush, apo shumë për jush, do të vijë në ditën e Kiametit me aq shumë të mira, se nëse do të vendosin një kramalin, do të ishin më të rënda ato. Thumma taji'u an-ni'am, pastaj do të vinë mirësitë e Zotit, mirësitë që ju ka dhënë. Fatadhhabu bitilka thumma yutatawal, dhe kështu do të vinë, thot, thumma taji'u an-ni'amu, pastaj do të vinë të mirat e juaja që ju ka dhënë Zoti për mirësive të tij. Fatadhhabu bitilk, do të ikin me këtë, do të ikin të tjerat. Thumma yatatawal, më shumë do të vazhdojnë, do zgjat. Ar-Rabbu ba'da dhalika bi rahmeti,
dhe kështu Zoti do ta zgjasi, do ta përcjelli rahmetin, mëshirën e tij më shumë se kaq. Prandaj vëllezër dhe motra, e lutim Allahun azza wa jall që të na përfshin rahmetin e tij, na përfshin në mëshirën e tij, atë ditë kur nuk ka hije përveç hijes tij dhe nuk ka mëshirë përveç mëshirës Allahut azza wa jall. Prandaj zgjeroni gjoksin me njëri tjetrit, me dashurit tuaj, me të afërt tuaj, me miqtë tuaj, me krijesat e Allahut azza wa jall, sepse Allahu subhanahu wa taala dhu rahmetin wasi'a, është mëshiruesi i mëshiruesve, mëshira e tij ka përfshirë gjithë qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre. Elhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.